Sipas vendimit të ZRE-s, nga data 1 qershor bizneset e mëdha nuk do të furnizohen më me tarifa të energjisë të rregulluara. Por duhet i gjejnë vetë furnizësit e tyre. Kjo i bie që nëse ata nuk e bëjnë këtë, automatikisht do të dalin në treg të hapur me tarifa të parregulluara. Nga dalja në këtë treg lirë i cili është sot, në këto kushte të cilat janë sot, bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një të rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Nuk është treg i lirë, përpos që nuk mund ta quajmë as treg lirë sepse është vetëm një kompani që na ofron tani për tani rrymë. Përpos kecit, sipas udhës ekonomike që edhe më herët e ceku, nuk kemi oferta tjera nga kompani tjera, sepse nuk janë aktive, ato të gjitha janë vetëm të regjistruara dhe nuk kanë buxhet që të na furnizojnë këtë drejtim. Ky vendim i ZRE-s është domethënë shkatrues për biznesin, po e tham kështu direkt, sepse neve na i pamundson me qenë konkurrent në tregun evropian, mirë po edhe në tregun vendor. Domethënë ne jemi të detyruar të ngrisim çmimet tona, edhe të bëjmë një barazim ose të punojmë pa në imazh. Edhe kjo nuk ka kurfare efekti. Ose të ndryshojmë domethënë mundësinë që të zvogëlojmë numrin e punëtorëve. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99% dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. Nëse marrën të dhonat e bursës, e marrëm si referencë bursën e Hungarisë Supex, të çmime janë tepër të larta krahasim me shpenzimet e distribucionit, transmisionit dhe fitimit garantuar 10%.